30 nëntor. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Dje ishte 29 nëntori dhe natyrisht që thuajse gjysma e Shqipërisë vazhdon me këtë datë. Ju solla fakte nga qeveria amerikane, e cila në një revistë të përjavshme që kishte këtu për vendjet e ish komuniste, thot që për çudi dita e çlirimit ishte afër ditës pavarësisë dhe nga materialit del që gjermanët kanë hikur në datën 25 dhe 29. Por unë kam qenë gjithmonë që Shqipëria nuk mbaronte në Shkodër. Hitleri ishte kriminal, por Shqipëria humbi sepse ai krijoi Shqipërinë e madhe, Shqipërinë reale. Vazhduesi i partisë Hoxhës, të cilin matahari e Greqisë e quhen Palloshi i gjatë, ka filluar haptas të sulmoj si Amerikën, por dhe atë që quhet gjykata kushtetuese shqiptare. Dihet që kushtetutën tonë, gjysma ose më shumë se gjysma nuk e votuan dhe është përpiluar nga likurzjes grek. Gjykata supreme në Amerikë nuk merr çdo çështje. Ndaj dhe gjykata kushtetuese nuk kap se ta ul veten sa herë që Palloshi i Mataharit kërkon të shpëtojë. Gjithkush në Shqipëri e di që Lubia është kusare maksimale, por bashkë me të është edhe Alibaba, Palloshi i gjatë. Spak ka ndryshuar qëndrimin ndaj Ramës, mbasardhjes në Tiranë, të zvendësuesit të Escobar, i cili, siç u thash, i njohoi Ramën, shpërfilli Spiropalen, mbështeti Spakun. Çfarë do ndodh në gjykatën kushtetuese nuk e ndalon askush Spak të kërkojë arrestimin e Lubis, Rafmet Lijes dhe të shkojë deri tek Rama. Rama duket që nuk është mirë nga ana mendore. Jo se ka qenë më parë normal mendrisht. Gjua e tij anti-amerikane më duket më e ashpër se e paraardhësit të kriminal Hoxha. Është strategji, subconscient apo të dyja. Nuk e shpëton dot të Bashkimi Evropian. Se çfarë mendon në Amerika për BE-n, le të lexoj, nëse ka kohë dhe nëse lejon Matahari, çfarë tha Rubio për BE-n lidhur me ligjin ndërkombëtar dhe me bombardimet që po kryen amerikanët ndaj trafikantëve në Venezuelë. Ja thash dhe dje, janë 120 miliard dollar për 10 vjet buxhet. Thuajse gjysma e vjetër. Gjithkush që shkon në Shqipëri, ndërta dhe unë, nuk shikon në gjumë të madhe nga kjo mas 120 miliard dollar që janë tuaja taksave. Mos ngatroni ndërtimet që janë edhe me investime pastrim parash, ose aty ku Shqipëria zhvillohet nga privati. Amerikanët kanë me platformën e re të zotit Trump, mbi të gjitha është interesi kombëtar dhe biznesi. Në një biznes të madh me Shqipëri nuk ka. Arrestimi i grupit të Sinaloas, kontakte në të cilat dhe përgjimet shumëta kanë me Ramën, do të çojë në akuzat nga Departamenti i Drejtësisë për të arrestuar këtë grup, sidomos pjesën shqiptare në lidhje me Ramën. Ndaj Ramës mund ngjas ajo që ndodhi dikur me presidentin e Hondurasit për arsye politike, për këtë radhë një gjykat këtu në bazë të përgjimeve dhe dëshmive mund të shkojë deri tek kryeministri shqiptar. Prallat e imunitetit nuk e shpëtojnë dot. Sepse përfaqësuesi e Trump ka kërkuar takim dhe ai ka nxjerrë Vali Bishgën, e cila është zhdukur tani bashkë me Fugën, ku i është thënë haptas se çfarë mundësish për të dalë nga kjo ka. Korrupsioni do të ndëshkohet. Idetë për të mbrojtur tek Venecia në pralla.
janë kapur lëvizje financiare të njerëzve afër lubis, luan miliona dollar, por të palloshit gjatë. Rama nuk është as i pari, as i fundit nga vazhduesit Partisë Enver Hoxhës që kërkojnë të bien miliona dollar këtu. Kur Ramiz Alia vinte në sesionin e OKB-s, me vete kishte djalin e tij sot bankier në Lyon dhe janë zhdukur nga mbulimi i Secret Service për 3 orë. Kanë shkuar të llogarit bankare. Dihet që Hoxha që në vitin 45 i kërkonte amerikanëve një llogari, hapje llogarie bankare në Chase Bank, kush i kontrollon milionat e dollarëve. A ishte rastësi që më shumë se 300 milion dollar u morën nga Soros në vitin 1991 nga ajo që quhej kambizmi në Bankën e Shqipërisë, dhe a ishte rastësi që Soros gjithmonë rekrutonte njerëz të sigurimit të shtetit, dhe a është rastësi që Soros vazhdon të jetë i martuar me Ramën dhe çiftin e përshtirë të qeverisjes shqiptare? Nuk është. Unë nuk uroj dhe nuk dëshiroj që kryeministri im përfundoj si Noriega, sepse do ishte një damk ndaj gjithë Shqipërisë, ndaj qeverisjes tonë, aftësisë tonë për treguar se ne mund të bëjmë qeverisje. Se ndryshe, çdo gjë shkon në favor të serbëve dhe grekëve, shqiptarët nuk din të vetë qeverisen. Por në qoftë se ai do të vazhdoj të pengoj drejtësinë, të shpëtoj të pashpëtuarën dhe të mos hap krahun, do ta trajtojnë edhe si Noriega. Unë kam kohë që jo kam thënë, dhe natyrisht unë kuptoj që ka skeptik, sidomos nga e majta, por gjërat po shkojnë aty ku duhet. Është kapur keq. Sepse në komunikimet e tij ai flet me kriminal. Dhe këtë e di gjithkush. Dosit masivet me Ganigël, foto me Obamën, shkelje dhe krim federal për zgjedhjet, dhe kjo i sinalohes, janë qershi ambitort. Kapja me miliona dollar e njerëzve afër lubis mataharit shqiptar dhe orvatja për të pastruar parat Manhattan tek palloshi i gjatë, gjithashtu janë në mbikëqyrjen e FBI dhe Don Bonginos. Po të shikosh ecurinë e statuseve të Don Bonginos, ai flet qartë dhe e njeh mirë Sinalohen. Amerikanët e kanë problem të interesit kombëtar luftën ndaj trafiqeve. Ka gjasa që Pentagoni, kompleksi industrial ushtarak, kërkon të përfitojë për ato lloj armësh, dronësh dhe softwaresh, miliarda dollar, me këtë luftë të re ndaj narkotrafikut. Ju kam thënë që problemi është social. Ne, duke e futur edhe veten si në Shtetet Amerikanë, shpenzojmë 100 miliard dollar për drogat dhe sjell pasojë vdekjen e 150.000 vetëm. Janë 4 vende që i konsiderojnë si terrorist: Venezuelën, Kolumbinë, Meksika dhe Hondurasi. Presidenti i Meksikës nuk është e lidhur me trafikantët, por i toleron. Ka frikë. Zonja duhet largohet nga ai post, sepse trafikantët në Meksik kontrollojnë 33% të territorit. Me ligj federal, droga luftohet në Amerikë, por në pushtete, New York, kudo, të mos e na shash. Është një diskordancë. Natyrisht që droga ndikon edhe tek rritja e krimit. Siç ndikon në Tiranë tek ajo vrasja spektakolare në Rinas apo vrasje të tjera. Krimi ushqehet nga emigrantët kriminal që hynë pa veting. Rasti i dikujt nga Afganistani që ka ardhur me programe të favorizuara nga Bideni, sepse ka punuar me CIA në forcat speciale, por që vrau zonja vdiq dhe tjetri po lufton me jetën, tregon që është një problem i madh. Janë 53 milion
Amerikanë që nuk kanë lindur këndvend, një ndërta unë, po unë kam shkuar në shkollë, dhe shumë si unë. Pra, jemi njohur me kulturën amerikane, me historinë amerikane, dhe unë vi nga një vend evropian që e ka mentalitetin, jo se dikush që vjen nga Afganistani. Nga Biden i thonë që hynë 12 milion ilegal, por faktet janë që janë rreth 35 milion. Kjo kërkon një plan Marshall. Pra, kudo në për supermarketa, në Walmart, Costco, duhen hapur tavolina për të mësuar anglisht këtyre njerëzve, për të mësuar me kulturën këtu që të përshtaten me kulturë të këtij vendit madh. Ndryshe do të jenë si oazë krimi që gjithmonë do të krijojnë probleme. Trump kërkon ta riformatoj sistemin e migracionit. Ka të drejtë. Duhet të jetë bazuar në merit, siç e ka Kanadaja. Një indian ose pakistanez përmes zinxhirit familjar mund bjerë deri në 100 vet. Çka janë pesh mbi ekonominë amerikane. Dje isha në një festim të shqiptarëve në Astoria për festën e flamurit. Shumica janë pensionistë që nuk kanë punuar asnjë ditë në Amerikë, por që përfitojnë nga bujaria dhe ndihmat amerikane, duke jetuar me dinjitet dhe duke pasur kushte që nuk i kanë moshatarët e tyre në Shqipëri. Pra, përfitohet nga sistemi dhe kam frikë se votojnë majtas. Jo këta, por të gjithë. Kjo ndodh kudo. Ardha e Mamdamin, socialistit me teza komuniste, tregon që një pjesë e madhe, 18 deri 29 vjeçar, kanë ëndra për socializmin, duke mos ditur që ky sistem ka falimentuar. Ju solla shembullin me amerikanët e parë që erdhën, fillimisht ju dha sistemi që punoni sa të keni mundësi, do të ketë secili nga një racion të barabartë, çka çoi deri në kanibalizëm. Kur ju caktua, kjo ishte socializmi, kur ju caktua nga një parcel tokë secilit punonte për vete, prodhimi u rrit dhe njerëzit filluan të shkëmbenin, janë me miliarda shkëmbime vullnetare për të ofruar një produkt më shpejt dhe më të lirë. Welcome to capitalism. Ky është kapitalizmi. Dhe mbi të gjitha në këtë vend është liria. Natyrisht që një vend si ne syt i mban nga Amerika. Dhe unë besoj dhe shpresoj dhe mendoj se çasti ka ardhur. Rama është një hajdut ordiner. Ka kthyer sistemin më vjedhës në Shqipëri. As nano nuk ka qenë në këtë nivel, as meta, dhe po shet çështjen shqiptare. Natyrisht që ai kërkon ta shes Shqipërinë tek anti-shqiptarët e Parisit, Macron, dhe duke i shërbyer indirekt politikave të Moskës përmes vllazërisë të çuditshme të habitshme me Vučić si një thik ndaj gjysmës tonë Kosovës. Duket që nuk ka asnjë ndjesi shqiptare dhe kombëtare, është zënë në grackën e oligarkëve kriminal, të cilët e përdorin, më falni për shprehje, si një letër higjiene. Me çdo drejtë ngre në postin dytë dikë që as përvojë, mediokre, pa diplomë, nuk është puna tur, por si pastruese në Greqi, e cila përmes një fjalori vulgar, rrugaqëror, tregon genin e saj dhe tregon qartë çfarë niveli ka pasur biroja partisën Edi Ramës. Pse është friksuar kaq shumë Palloshi nga lobia? Janë elemente kriminal, apo e di që kërkon të blej kohë, por të shtyr aq sa mundet ato që nuk shtyhet dot. Shqiptarët vuajnë dhe në qoftë se shikon grevat e fundit në Marinës, në minatorët e Spaçit, tek banorët e Manzës, të cilëve janë prishur shtëpitë, e kanë pranuar këtë fatkeqësi dhe kanë fritë të flasin. Ky sistemi Ramës është më i keq se i Hoxhës,
sepse të heq bukë në gojës, dhe pranojnë të jenë të gjynjëzuar, të përullur, dhe kanë frikë të protestojnë. Kjo është e rrezikshme, sepse kjo e mbyll sistemin dhe e bën thuajse të përjetshëm. Pra në qoftë se amerikanët thonë Rama si Noriega apo Erdogan, ky na bëhet si një Erdogan. Por Erdogan ka bërë shumë për ekonominë dhe për vendin e tij, ky as pak. Këti kanë ikur 1 milion vetë. Dhe ajo ndron që të ikin atë. Sepse ai nuk e do vendin tim dhe vendin tënd. Ndryshimi i kësaj gjysmë diktature me të babait të Shpirtër Hoxha është se në atë kohë ne mund të shkonim deri në bisedat të ngushta me shok dhe kaq. Ai sistem të ndalonte të flisje ta kundërshtoje, sepse të ndëshkonte dhe dënonte. Sistemi i Ramës, sado mizor, kriminal, nuk ta mohon dot që të dalësh të protestosh dhe ta luftosh. Nuk ta mbyll dot gojen, si aty qof deri këtu. Shumë thona ke frikë. Budallaj nuk ka frikë, por njeriu duhet të flasë. Ndaj mua më duket absurde që kur Berisha organizon ato që e thot folklore dhe protest, dalin pak vetë. Unë edhe pse isha në një vizitë një javore, i shpenzova 15 minuta aty. Thjesht prezent. Ku janë ata milionerët e PD-s? Ata që pas një merit hypën drejtora, ministra, përse nuk i pash atje? Janë si ata minkë që largohen dhe shkojnë tek aty ku kanë qenë realisht me zemër, dhe duhet një Charlie Kirk në Shqipëri. Rinia, të rinjt, ata që e shkundën djetorin me Azemajdarin, ata do t'jenë përsëri. Sepse dhe ata vuajnë. Unë i pash çmimet se sa ishin në Shqipëri. Unë i di të ardhurat. Unë e di mungesën e të ardhmes. Unë e di që edhe pse jetojnë mirë, mund të ketë doktor, dentist, inxhinier, fëmijët e tyre janë e përbotë. Nuk ka dhimbje më të madhe. Dhe ky është dëmi më i madh që i bëhet një vendi. Unë gëzova dje kur pa shumë shqiptarë në Astoria, por dhe u hidhrova, u ligështova. I kanë akt të gjithë. Dikush për arsye politike, për trusnis, dikush për arsye thjesht ekonomike, largohen nga i vend që nuk i largoj dot as sërbi, as greku me vrasje mizore. Golgota shqiptare. Janë me qindra mijë të vrarë nga sërbët në Kosovë. Po në çamëri? Si nuk ka turp palloshi gjatë dhe matahari i Greqisë? Si nuk thonë një fjalë për bashkimin me Kosovën? Si nuk përmendën një herë të drejtën legjitime të çamëve dhe të çamërisë? Ligavec. Bënça duhet hapur përsëri. Ti mund të flasësh për Venecian, mund të flasësh për Parisin, për Dubain. Ti mund të zhyesh në luksin që se meriton. Fundi dihet. Nuk e di? Ti e di më mirë se të gjithë. Dhe ai pa afro. Nesër do të kem një ndalesë në Washington, i ftuar nga drejtori i Task Force në Shtëpinë e Bardhë, Andrew Giuliani, i biri Giulianit të madh. Mbase do të kem mundësinë të më jepet e drejta të pyes dhe të diskutoj situatën e vendit tim të vogël. Por jam optimist sepse shikoj ndryshim tek departamenti amerikan i shtetit, edhe pse departamenti kulturën korporative e ka të majtë. 100 vetë janë emërime djathta nga rrugë. Departamenti ka 27.000 punonjës, ndërta dhe diplomat. Shumica janë si Yuri Kims, kjo figurë e përshtirë, e zhytur në korrupsion, e shpërblyer nga ExxonMobil, naftës, por që mund të jetë tek dosja e Tigrit 1 e Tigrit 3. Amerikanët kanë gjetur që ajo kryeministria e dënuar me vdekje në Bangladesh është investitore të Tigri 1 dhe Tigri 3. Dosjet nuk mbarojnë. Nuk ka zot Venecie e Surrel
të ndaloj fundin e një qeverie që vjedh vendin e saj. Edhe socialistët nuk e duan. Edhe ata do të shpëtojnë me prangosjen, me burgosjen e njeriut më të urryer në politikën shqiptare në kohët moderne. Rama, Shenko dhe Lubia, ose siç thot Berisha, Rahmetlia. Fundi po afron për ta. Kudo në Shqipëri.